Kosovën mua më pëlqen që është vend i qetë, nuk ka probleme dhe është vend mjaft i bukur me shumë gjelbrim. Nëse është një vend që ti kishe pas qef me shku të fluturu, cili është një vend që kishe pas qef? Po, nuk e di. A ke ndonjë shtet kështu që kishe pas qef me vizitu? Po kisha pas qef me vizitu vendlindjen time, Gjermaninë, sepse atë kam lindur kur kam qenë e vogël, por kemi ardhur këtu në Kosovë dhe atë vend kisha pasur qef ta shikoj si bëhen gjërat aty dhe si duket. Pra kishe pas qef me shku në Gjermani, sepse Gjermania është vendlindja jote, po pasaj ju e keni lënë Gjermaninë si familje për të kthyer me jetu në Kosovë. Po. Me siguri e keni bo vendimin më të mirë, sepse Kosova është një vend i bukur. Pavarësisht që ndonjëherë bëhemi nervoz kështu me disa gjëra këtu, po prapë se prapë është një vend i bukur. Çka ju pëlqen më së shumti në Kosovë? Mua më pëlqejnë më së shumti në Kosovë dukuritë e saj. Për shembull? Për shembull drini i bardhë, malet e sharit dhe plot të tjera, por më së shumti nga dukuritë e Kosovës më pëlqen drini i bardhë. Po për Kosovën mua më pëlqen që është vend i qetë, nuk ka probleme dhe është vend mjaft i bukur me shumë gjelbrim. Po, nëse kishit pas mundësi me ndryshu diçka në Kosovë, ose për ezem nëse kishit pas pozita udhëhecëse nësi shikon president të Kosovës, ose kryetar të ndonjë qyteti, çka kishit ndryshu këta? Unë kisha ndryshuar vetëm një gjë, që të mos hullim veturina dhe ta pastrojmë Kosovën që të jetë përsëri e bukur si që ka qenë më herët. Unë do ta kisha ndryshuar që të mos kemi fabrika që bëjnë shumë tëm, sepse në disa vende po bëhet shumë migëll dhe shumë rëmuj, shkaku i tymit dhe erës së keqe dhe po të mos ishin ato të ndezura, ne do të përdornim energji diellore dhe ujore për të pasur një ambient më të mirë dhe për ta ndaluar ngrohjen globale. Po, mirë shumë. Po mbe fasoni për ndryshe me përgjigjen, shumë fëmijë të mençur mbi gjitha përveç që të talentuar. Nëse dikush i huaj vjen me vizitu si turist Kosovën, edhe don me vizitu diçka në Kosovë, ose në Lipjan më saktë, çka kishit me i propozu me vizitu? Ose çka ish dash me bu me patjetër në Kosovë, që me u kënaq pasaj, edhe me pas e bukur? Unë do t'i propozoj atij që të vizitonte, së pari disa dukuri të Kosovës dhe së dyti një qendër tregtare e madhe, Prishtina Madhe. Okej, Elmira? Po, unë do t'i kisha propozuar atij të vizitoj bukurinë natyrore, si për shembull shpella në Gërmi, drini i bardhë dhe disa gjëra që janë këtu në Lipjan. Edhe unë do t'a kisha propozuar t'a vizitoj edhe shishin e Adem Jasharit, ku është statuja e Adem Jasharit. Edhe kishin kuptu pasaj më shumë edhe për historinë e vendit tona. Po. Me siguri keni, përveç që njëri tjetërin e keni vlla e motër, jeni edhe shumë si shok, keni edhe shumë shoqëri tjetër. Për juve, çka e bën një shoqëri të mirë? Për mua e bën një shoqëri të mirë sjellja dhe të mos jenë bullizues, siç e thatë, por dhe të kenë sjellje të mirë ndaj të tjerëve.